Ndërtimi i linjave të përpunimit ka sjellë rritje të ndjeshme të çmimit të mollës industriale. Nëse një vit më parë ajo tregtohej nga 3 deri në 5 lek për kilogram, këtë sezon çmimi varion nga 12 deri në 20 lek. I njëjtë si për prodhimin që shitet në tregun vendas, ashtu edhe për atë që eksportohet. Petrit Hajderliu, i cili ka investuar në ngritjen e një linje për përpunimin e lëngjeve të mollës, thot se këtë vit molla industriale po eksportohet në sasi më të mëdha, duke sjellë të ardhura më të mira për fermerët. Për atë pjesë që ata shisin me 3 lek, 5 lek, 8 lek, qameti më i madh ishte 8 lek në atë kohë, sot është 14 lek, 15 lek, 16 lek, 18 lek. Domethënë vazhdon, kështu që vere që janë të kënaqur ata, jemi të kënaqur dhe neve. Gati 15-20% është në tregun shqiptar, industria ushqimore shqiptare, dhe pjesa tjetër është eksport. Rritja e çmimit të mollës industriale ka bërë që fermerët të jenë të kënaqur me shitjet. 80 lek, 70 lek, më përpara ka qenë edhe 40 lek. Vjet ishte 120 lek. Kurse si vjet nisi me 120 lek, edhe po vazhdojmë me 150 lek. Më para shitur 40 lekë e më pak. Vetëm gjatë vitit 2024 nga qarku i Korçës janë eksportuar 3.783 ton mollë industriale, ndërsa në ditët e fundit janë dërguar drejt vendeve të rajonit edhe 619 ton të tjera.